Ashtu si që dini, qëndrimi i kryeqytetit dhe i kryetarit Rama në veçanti ka qenë gjithmonë i qartë. Ne gjithmonë kemi mbështetur të drejtën e punëtorëve për punë e pagë dhe kemi insistuar që të gjejmë zgjidhje që qytetarët të mos mbesin pa këtë shërbim jetik e kryeqytetit të mos mbulohet nga mbeturinat. Për këtë arsye, ka disa seanca që ne kemi pas propozuar më parë që edhe të subvencionohen pagat sa përqend sigur që punëtorët ose të ardhurat personalit punëtorëve nuk do të cënohen në asnjë radhë. Gjatë kësaj periudhe që punëtorët janë në grevë, për çka shprehim keqardhje, ne kemi pritur dhe jemi takuar vazhdimisht me 10 herë me përfaqësuesit e punëtorëve, nga të cilët kemi marrë kërkesat e tyre dhe të cilat janë shqyrtuar detajisht. Qëndrimi ynë ka qenë vazhdimisht që të gjejmë një zgjidhje të ligjshme, të drejtë dhe e cila do të siguroj punë dhe do të siguroj stabilitet për ndërmarrjen pastrimi. Ne sot jemi pajtuar me punëtorët, por kjo nuk do të thotë se pajtohemi me qasjen e menaxhmentit aktual të ndërmarrjes pastrimi, i cili fatkeqësisht ka kontribuar direkt në përkeqësimin e situatës me mbeturina në kryeqytet, duke përfshirë edhe përhapjen e dezinformatave të ndryshme të cilat kanë krijuar shqetësime të arsyeshme tek punëtorët e kësaj ndërmarrje. Në këtë formë është lënë edhe qyteti pa këtë shërbim jetik, duke mbuluar kryeqytetin mbeturina dhe duke rrezikuar shëndetin publik në Prishtinë. Prandaj ne sikur që kemi thënë para përfaqësuesve të punëtorëve pastrimi, mbetemi të përkushtuar për zgjidhje të drejtë ligjore në shërbim të qytetarëve dhe të ndërmarrjes pastrimi. Ne kemi ofruar zgjidhje për kërkesat e tyre, të cilat kanë rezultuar të pranueshme. Dhe këto ndërlidhen me në ne jemi pajtuar që çështjen e pagesës së shërbimeve janar-maj, të cilat ndërmarrja pastrimi ka ofruar për kryeqytetin, të adresohet në gjykatën kompetente dhe e njëjta të zgjidhet me marrëveshje përkatësisht me ndërmjetësim. Në 2, pas vendimit të gjykatës supreme të para disa ditësh, jemi pajtuar që KRM pastrimi të bëj vetë inkasimin për shërbimin e ofruar të mbledhjes së mbeturinave. Në këtë kuadër jemi pajtuar po ashtu që mjetet e inkasuara nga Komuna e Prishtinës gjatë kësaj periudhe të transferohen në afat të menjëhershëm tek KRM pastrimi. Një çështje të cilën e konsideroj si shumë të rëndësishme ndërlidhet edhe me qytetarët të cilët kanë kryer pagesat e tyre gjatë kësaj periudhe tek Komuna e Prishtinës. Ne do të transferojmë listën e këtyre qytetarëve, konsumatorëve të cilët kanë kryer pagesat në komunë tek ndërmarrja pastrimi dhe pagesat e kryera të qytetarëve gjatë kësaj periudhe, gjatë këtij viti, do të njihen dhe do të pranohen edhe nga ndërmarrja pastrimi. Mas pari dua të përshëndes të gjithë kolegët dhe punëtorët e KRM pastrimi që tash në ditën e 27 të grevës kanë këtu dhe siç i përmendën edhe kryetari kërkesat tona të cilat janë drejta dhe legjitime. Dua të potencoj që ne bashkërisht me kryetarin Berandushi kemi arrit një marrëveshje për një zotim nga ana e kryetarit, që këto pika të shkojnë para dhe të zgjidhen e para që kjo është me ndërmjetësim paguhet obligimet të cilat kena kryer shërbim pa asnjë pagesë te janarit më. Pika e dytë është mjetet e inkasuara të cilat besoj që te nesër të Florian e ka cekë që te nesër me dikush me ekipet kompanisë për me fillu për me dalë parët sa ma shpejt në konto tonë që na me mujtë me rifillu punën. Sepse na deri tek dalja e punës kena orë për shkak mungeseve të financave për këtë arsye. Edhe pika e tretë është që të gjithë qytetarët edhe një herë ju kërkoj falje që s'kena mujtë me kryer shërbimin për shkak dhe ju bëj thirrje të cilat të paguajnë me pastrim. Që të jenë pikat kryesore dhe dua të theksoj kështu në emër të gjithë punëtorëve se nëse këtë zotime, se ne kemi marrë zotime dhe kemi bërë marrëveshje jo me shkrim. Nëse këtë zotime nuk kaloj, atëherë ne do të kalojmë në grevë, në protest, pane, dhe protesta nuk i dihet epilogu saj. Kështu që po 27 të kemi në grevë, kështu që dojmë zgjidhje serioze. Kështu që falenderoj edhe kryetarin, të cilën kena vënë bisedime në ardhur të shpifika, të tërsen së në qashtë. Nëse keni ndaj pyetje shtesë ose sqarim, i lutem po fatës. Për kuparin pastrimi, vitur kopat e me të tjeshëm atë dole greva me një herë dhe keni me droli, keni me vazhdu me droli teren, që do të ndërmendje?
Po shumë. Realisht ne mas pari, mëse dini që i kina të rjesh kamionat, momenti që ka ardhë gjykata që ka vendosur favorin e pastrimit dhe për shkak pengesës biznesër, po kështu që me momentin që ne kina marrë këtë zotim dhe na marrë vesh që sot anë dhe prejna greve, po nuk do të thëtë që nëse nuk përmbushën të zotime, ne nuk do t'ina më greve, po do t'jetë prapë për ceko protest. Ako mundësi? Unë konsideraj veç, nështë shumë shkurt, ne si komunë, ashtu si që thanë, jemi dakorduar në fakt për atë çfarë jemi zotuar që do të zgjidhim. Unë mendoj që pas ndërprerjes së grevës, edhe sa i përket organizimit punës dhe gjithçka tjetër, ndërlidhet jo ndoshta me komunën Matutje dhe as me punëtorët të cilët janë këtu, por thjesht janë pjesë e përgjegjësive të menaxhmentit, të cilët më në fund konsideroj që duhet të jenë në nivelin e detyrave dhe të përgjegjësisë që kanë në raport edhe me punëtorët, por edhe me kryeqytetin. Nëse nuk ka pyetje tjera, e mbyllim këtë konferencën. Faleminderit për gjithçka. Po. Zotimin drejtor, këto, ku kërku pe juve me nënshkru, edhe me bolos, me vule, me post dokument. Jo të me kanë zotimin. Me to, pra ty me punëtore të, ty me kolegëve tonë, që qitë zotim, nga fatë sa ma shpejt, dhe qitë në vepër. Dhe kur lypë me qitë me shkrim, me nënshkru, me post dokument. Faleminderit shumë, unë po konsideroj që edhe kjo pjesa e deklarimit tonë publik, para medjave, edhe para juve dhe para gjithë opinionit të kryeqytetit, ky zotim përbën atë çfarë ju e konsideroni që duhet realizohet. Ne nuk kemi biseduar me ditë të tëra, me javë të tëra bashkë me ju për të vënë dikën në lajthitje. Thjesht jemi të interesuar që gjendjen ta normalizojmë në kuptimin e asaj që ju duhet t'i ktheheni punës dhe qyteti i Prishtinës të ketë shërbimet të cilat i kanë munguar që një kohë të gjatë. Prandaj unë konsideroj që ashtu si që thash edhe sot këtu, ne do të zotohemi bashkërisht dhe mendoj që gjatë kësaj periudhe kur ne kemi biseduar bashkë me përfaqësuesit, por edhe me ju, kemi ofruar do të provat mjaftueshme që zgjidhjen e problemit të ndërmarrjes pastrimit punëtorëve në këtë rast dhe të kryeqytetit jemi duke trajtuar teje seriozisht. Faleminderit shumë. Mungesëve të të inkasuara të cilat përse Shqipërinë e së të relone ka cikë